ajo kryesisht në shumicën e rasteve është sjellë në kontinjer e kamufluar në mollra të ndryshëm komercial. Droga ka qenë e kamufluar në kontinjer, të cilët kanë bartë produkte të ushqimit apo thjesht mish. Çish rrin drejtër kokaina prej Ekuadorit? Siç e përmenda më herët, në forma të ndryshme. Në bazë të rasteve, ne duhet t'i referohemi gjithmonë në praktike çfarë kemi arrit me bë. Ajo kryesisht në shumicën e rasteve është sjellë në kontinjer e kamufluar në mollra të ndryshëm komercial. Për arsye se qarkullimi i mollrave apo thjesht aspekti i tregut edhe në Kosovë, po edhe në regjion, kryesisht një shumicë e mollrash prej vendeve latine. Edhe droga ka ardhur kryesisht e kamufluar në mollra të ndryshëm. Mund ta marr një shembull. Për shembull, në vitin 2021 ne kemi pas një rast ku janë konfiskuar në Kosovë 400 kg kokainë. Droga ka qenë e kamufluar në kontinjer, të cilët kanë bartë produkte të ushqimit apo thjesht mish. Ato kontinjer janë frigorifer. Dhe normalisht që sigurisht grupi kriminal ka menduar që brenda tyre kontrollet janë më të kufizuara. Aspekti kohor i kalimit nëpër dogana është shumë më i shkurtër dhe është gjithsesi i arsyeshëm sa më shpejt me arrin destinacionin final të saj. Dhe ndoshta e ka qenë një arsye që ata kanë menduar se mund të jetë e kamufluar brenda këtyre ushqimeve, që procedurat doganore janë të shpejtuara. Por ne megjithatë në praktikën tonë, në vlerësimin kur e bëjmë të riskut, ne edhe bashkëpunim edhe me doganën me tjerë, ne gjithmonë e bëjmë një vlerësim edhe të rasteve të tilla se a ka indicie kur droga mundet me qarkullu e kamufluar në mollra të tilla. Ne kemi edhe raste tjera, për shembull, kur kemi kap qarkullime të droga përmes vendeve tjera. Në rastin konkret e kemi edhe heroinën, për shembull, e cila ka ardhur përmes Turqisë. Kemi një rast në vitin 2023 ku kemi kap një sasi 80 kg ku heroinë e cila ka qenë e kamufluar në reflektor apo në mjete të cilat janë mjete pune dhe që kanë hapësirë të përshtatshme. Domethënë ka forma të ndryshme ku mund të transportohet. A keni informacione për shembull tek bartja e kokainës prej Ekuadorit? A ka kosovarë që jetojnë në Ekuador në vendet ku prodhohet kokaina? Realisht ne jemi duke provu në këtë aspekt me rrit bashkëpunimin ndërkombëtar edhe jemi në rrugë të duhur. Shumica kanë qenë individ, ka dhe nga Kosova, kemi informacione inteligjente që ka persona nga Kosova që kanë jetuar në Ekuador, po kryesisht më shumë mbas informacioneve që kemi për momentin janë më shumë grupe kriminale shqiptare, të cilët kanë arrit më herët me qenë në tregun apo thjesht për në forma të ndryshme kanë qenë pjesë e integruar në Amerikën Latine në vende të ndryshme, jo vetëm në Ekuador, por në disa vende të tjera. Megjithatë ne jemi duke bërë hapa konkret në këtë drejtim dhe besoj që shumë shpejt do të jemi në bashkëpunim edhe me vendet atje. Kuptohet ka pengesa ligjore, nuk është e lehtë të bashkëpunohet në nivel ndërkombëtar, por siç përmenda më herët, duke ju falendëruar bashkëpunimit që kemi me agjencione ndërkombëtare siç është DEA, po edhe integrimi që ka arrit me Policia e Kosovës tani në Europol dhe në shumë agjencione tjera ndërkombëtare, ne po provojmë çdo ditë më shpejt jemi më afër informacionit në kohë reale. E përmendet që tashmë nga informatat inteligjente ka informacione për kosovarë që kanë jetuar në Ekuador, po a bëhet fjalë për ndonjë numër të madh të kosovarëve apo për individ të caktuar të cilët ju keni arrit ose nëse keni arrit me identifiku të pakta? Thash për momentin ne kemi informacione vetëm për disa individ. Do të punojmë këtë drejtim. Ka individ cilët, por nuk do me thonë që ndoshta si individi i cili ka vizituar vend, sepse në Ekuador mund të shkohet edhe pa vizë edhe prej Kosovës, po ne duhet të shikojmë cilat janë vizitat cilat është një arsye që një person e viziton Ekuadorin. Nga fakti që ne gjithmonë mendojmë pak në aspektin kriminal fillimisht, por megjithatë nuk duhet me bo hapa të shpejt rreth asaj, sido që tjetë në thash jemi në fazë të mirë të identifikimit të këtyre individëve, cilët mund të jenë pjesë e grupeve kriminale në nivel ndërkombëtar.